Se shiko, kjo që s'do ndote pse, sepse shikoni çka ndodhur në Ukrainë, ka shumë njerëz që janë vrarë, konflikt që vazhdon, një numër shumë i madh ushtarësh, njerëzish që vuajnë. Dhe ajo që unë nis që mund të ishte vetëm për një javë, vazhdon për 4 vjet, nuk e di pse vazhdon kaq gjatë, pra duhet ishte një luftë vetëm një javore. Sepse Ukraina ka bërë gabime të mëdha përpara se të mbri deri në këtë pikë. Por ne duhet ta përfundojmë thjesht. Mr. President, what is our interest cultivating better relations with the EU leader or not? I think I can do both. I mean, there's no reason why I can't. I get along well with the European nations. He is still a member of the European Union, so it's easy. Yeah, and by the way, he's a member in good standing, I guess. Pra, I pyetur për raportet me vendet e Bashkimit Evropian apo Viktor Orban, ndërhyn Orban dhe thotë unë jam antar i Bashkimit Evropian, kështu që nuk ka një raport të dyfisht. Por unë shkoj shumë mirë me të, kjo s'ka të bëj. Unë për çështjet e migracionit, unë shkoj dhe kam të njëjtën pikpamje me të, në dallim se ç'mund të kemë të tjerët, por diferencat që janë për shembull për emigracionin me të tjerët, ne nuk i ka me Orbanin. Sepse disa njerëz, sepse ka disa shtete që nuk po njihen më me ato që kanë bërë, por ka mbetur e njëjta pra Hungaria, i qëndron vetes së saj, do të thotë presidenti Trump. President Putin? You mean well, I'd like to keep it in Hungary, in Budapest. I pyetet përsëri për takimin e shtyrë mes Putinit dhe Zelenskit, unë do doja që të bëj në Budapest, në Hungari, i qëndroj kësaj ideje. Në qoftë se ky, nuk e di nëse do të bëhet apo jo ky takim, por nëse po doja të vazhdonte të kryej në Budapest. Well, I don't know his opponent. I don't know if he has an opponent yet. At some point he will, I guess. You know, we always have opponents, right? Not much of an opponent. But I'll be supportive of him. He's done a fantastic job. We've had a great relationship. The United States... Kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Shtetet e Bashkuara. Illegal autopen, totally illegal. Shtetet e Bashkuara duhet të bëjmë një diferencë mes ilegales dhe të hapurës. Nuk mund të jemi pra pyetjet për emigracionin, nuk mund të jemi dakord me ilegalitetin. Për shembull, Hungaria është një vend i madh. Ne vazhdojmë të ndihmojmë Hungarinë dhe pse duhet të dorëzohemi, pse mos ta bëjmë këtë. I think if I didn't win the election, we might not have a country, if you want to know the truth. Not a recognizable country. But our relationship was immediately good as soon as I won the election, because Victor's one of the people that's highly respected, and we had a great relationship with him. Marrëdhëniet me Viktor Orban dhe me Hungarinë kanë qenë shumë mira sapo u zgjodha, sepse kemi një raport të drejtë për drejtë, dhe pse mos të ndihmojmë njëri tjetrin, pra pse mos ta ndihmojë Hungarinë. Ne kemi rënë dakord që lufta duhet përfundojë. Njerëzit duhet ta kuptojnë ndoshta më vonë këtë, por duhet të përfundojë sepse nuk ka të ardhmë pa këtë gjë. Unë kam disa ide dhe do t'ja prezantoj presidentit amerikan për përfundimin e luftës.